Mirëmbrëma të nderuar shikues. Sot është një ditë e veçantë për Dritare TV. Kam një të ftuar nderi, të cilin e kemi prej kohësh si pikë referimi në Shqipëri për politikanët e post-diktaturës, politikanët e demokracisë dhe le të themi qeverisjen e tij e kujtojmë që të gjithë me nostalgji, madje e marrim si pikë referimi. Jo vetëm për politikanët që janë kalimtarë, por edhe për ata që janë stacionarë dhe kanë 30 vjet që mbretërojnë në politikën shqiptare. Kam nderin sot të kem këtu ish presidentin e Shqipërisë, zotin Alfred Mojsiu. Zoti president, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, shërbëtor. Është kënaqësi që ju kam këtu, siç e thash edhe në hyrje, jeni një pikë referimi për sa i përket le themi qëndrimit prej shtetari që keni pasur gjatë gjithë kohës për gjykimin tuaj në vazhdimsi, duke ndjekur atë shembull politikani perëndimor i cili mbasi mbaron mandatin e tij mendon që t'i jap pasardhëve dhe politikanëve që vinë më të mirën e tyre. Dhe juve ja keni dalë pa qenë, le të themi, invadent, i bezdishëm për publikun, po edhe pa qenë i harruar. Ka qenë e vështirë kjo? Ngacmimet që keni pasur, ose ngacmi që vjen nga brenda? Sigurisht, ka qenë një detyrë jo zakont, me të drejtën, dhe unë për këtë edhe kam shkruar një libër midis Danës dhe Berishës është emërtuar, dhe thënë në kujtimet e mia, është libri i tretë kujtimeve. Dhe patjetër që unë vija nga një përvojë shtetërore, drejtuese, sigurisht ajo më ndihmoi shumë. Sepse ne bëjmë një gabim, politikanët tanë në tërësi dhe opinionin tërësi kur gjykojnë, do thënë. Sistemi e sistem, por shteti e shtet. Shteti nuk është formuar tani, kur dolin sistemet politike. Shteti është i hershëm. Sepse njerëzit nuk mund të rresin të përpara, nuk mund të organizojnë aktivitetin e tyre, as mbrojtjen, as zhvillimin, as gjë, pa pas shtet. Pra, edhe një nga gabimet e rënda, që u bë, nuk mund ta them dot si qysh tash, por mase kjo është objekt studimi për studiusët historianë të shtetit shqiptar, që ne shkatërruam shtetin. Sigurisht do të shkatërrojmë sistemin politik për shtetin. Vjen nga që ne shqiptarët jemi dhe antishtet, se ja themi këtë vetes tonë. Tani, apo le të themi janë elita të cilat nuk kanë ditur të na afrojnë një shtet të afërt me njerëzit. Kjo dhe si nuk mund të them, do të thënë, në saktësi se është një objekt që meriton në studim. Por për fat keq kemi diçka gjenetike. Ne më shumë i përmbahemi sistemit bayraktar, tonë drejtimi bayraktar, se sa drejtimi shtetëror. Kjo nuk është vetëm 500 vjet që ishim në otomanët, kupton se kjo është trashëguar edhe më para. Por edhe sot e kësaj dite që kemi 32 vjet në demokracinë e prapë, me bayraktar kemi. Duke filluar që nga kryetarët e komunës që ishtë 700 ca bayraktar, pastaj u bën 61 bayraktar. Tash i kemi dhurur një 4-5 bayraktar. Kemi. E kemi këtë të metë. Kemi të metë dhe duhet të korrigjojmë. Duhet të korrigjojmë, do të thënë. Zoti president. Ja, për shembull, më të marrë një shembull shumë parë thjesht. Short sigurisht, do të thënë, bëhet si një përpara, sepse kjo është jeta ka zhvillim. Edhe zhvillimi kështu, brezët vinë mas brezëve. Por, për të vënë një pozicion caktuar, një X apo një Y njeri, duhet ta njohësh, ta studiosh, jo thjesht të pëlqen i bukur apo shëmtuar, i urtë apo i sertë, jo se s'ka nësi këto gjëra, por, në atë parë,
formimi tia, sjelljet e tia, qëndrimi tia, pikpamjet e tia. Dhe pse thash dhe atë sistem të përmbysëm, shteti, plasë edhe, filloi të ndihte njerëzit që në bankat e universitetit. Edhe piketon dhe njerëzit që ishin me brumë, për të përgatitur pasusit, ndrusit, si që bën gjithë bota. Jo se shfikum ne këtë, të kuptonin drejt. Kështu punojnë gjithë. Edhe kapitalistët, ata inxhinierët, drejtorët, administratorët, që ka të talituar, dhe ata i ndjekin nga që në shkollë. Edhe i ka akaparojnë. Dhe me të mbaruara i ka siguruar edhe vend në punës. Pra, ka fjalën që çdo gjë do një sistem. Dhe ne këtë neve kemi qaluar. E u vuate si rregull, po tash u shkel. Ai s'kishte të bëjë fare as me komunizmin, as me socializmin, as me drejtin, as me ditë. Ai është mënyrë se si duhet përgatitë shteti përgatit njerëzit e tij. Ndoshta ishte edhe defekti i sistemit komunist i cili shpesh ngatronte ç'ishte shteti dhe ku fillonte shteti ku mbaronte partia. Po nuk ju falej kjo atyre që erdhën mbrapa që nuk e sqaruan këtë pikë. Më kujtohet, do të shpak përpara një rast në Kamës, një policë që qëlloj një piletar ishte ai, që është shumë gabime tilla dhe bëndë dhe kështu, po u turur në më thënë policë me policisë, i thash një politikanit të rëndësishëm të kohës, më thë që a bëni kështu. Shko dhe se këj polici, që keni më përpara dhe një, do ko, se këj profesion shtetit, do ko t'i kthejmë këti prestigjin, për të cilin ai dhe detyrën që ai përfaqëson. Po t'i mësojmë kështu njerëzit, anashi. Mirë, po shpesh politikanët tanë për fat keq, do të thënë, ndjekin gjëra të çastit, të rastit, do të thënë, një arritje të shpejtë, pa menduar për pasojat që le. Çdo hap do të menduar. Që edhe po çfarë do bësh? Është një fjalë e vjetër që thotë madje 7 herë prej një herë. Edhe unë detyrat e mia, detyrën time si kryetar shteti, po edhe më përpara, këtë kam pas parimin tim, po edhe trashëguar. Do është një trashëgimi. Ndoshta vjen kjo edhe sepse babai juaj, zoti Spiron Siu, ka qenë një ushtarak, drejtues i luftës nacionale shqiptare, të cilën shpeshherë neve e harrojmë sepse ka marrë kanotacione politike. Dhe më vonë, le të themi, një personazh i marginalizuar nga sistemi, po që gjithsesi diti të mbante një qëndrim dinjitoz gjatë gjithë periudhës së tij. Dhe juve të njëjtin në rrugë keni ndjekur, zoti president, keni qenë gjatë gjithë kohës një ushtarak i lartë, i goditur më vonë, po gjithsesi nuk keni kaluar, le të themi, në pasionet personale kur ishit në drejtimin e shtetit. Sigurisht. Më shpesh herë bie si një shembull kështu. Rasmus ishte i ri, ishte një vjeç, diçka tillë, Briseli. Edhe rastësisht dëgjoj ti madh bisedon në telefon nga biseda duke një provë të tij. Po bisedë shumë e ashpër. Edhe në telefon unë isha aty, dëgjova, edhe e pa që më dëgjova. Ai do të më thonë mua që pse u solla në atë mënyrë, edhe çfarë konkluzionin duhet nxjerr. Tha dëgjoj birta. I kontuar, datë kontu këtë, edhe i gomarë të ullës të duhet respektuar se shtetit. Do të thënë, kurse ne sot e zjedhim, ne se i qovin, pip. Nuk bëhet kështu. Po shkryum një respekt njëri për tjetrin, për punën, për kështu. Nuk mundi t'i kam bjetit dhe në darke vetëm të shashe, vetëm të ullurishe të bësh. Edhe nëse i kujtohet, unë gjatë kohës time, kur bën zgjedhjet e para, do të thënë, që ishte zgjedhjet administrative, përpojë të bëj një kod etik, si më vonë e përmesova. Edhe kur e miratova atë kodë, pëtova dhe ambasadorët, edhe kryetarët e forcave politike, që
Sigurisht, nuk ishte detyrën e presidentit që të bëj kod etik, po unë e pashtë arsyeshme që nuk mund sillemi kështu. Nuk mund sillemi kështu. Mbaj mend edhe sikletin tuaj sepse ishte një moment kur Partia Socialiste nuk kishte besim te Partia Demokratike që kishte në atë kohë pushtetin qendror dhe ka qenë moment shumë i sikletshëm. Më kujtohet një rast dhe e thash i personalitetit kohës, nuk do të përblendema me të ndërë, se nuk ka një vlerë emët, ka rëndësi fenomeni edhe problemi që trajtoj. Edhe më përqa bëndi kështu të pite kështu në të mënyrë. Më tha mua zëri presidenta, po në thanë, tha, që kështu e duan, tha. Po mirë tash ne do shkojmë atë i nivellit tyre, apo ata do të vinë nivellit tonë tash. Që ose bëjmë kështu, do të ne të bëjmë nivellit e rrugës tash. Që ose ne vendosim një kriter, një rregull për të punë, atë do rrugën të vinë në pozicionin tonë. Pra, këtu do të bërë shumë kujdes. Unë vërejtë, dhe thotë, si pa gjithë keqë. Ja, folë që s'ma përgjësi. Po mi më zotë ti më s'keq përgjësi një gjore, këtë ju por arrotë që ajo fjallë që të gjire, ajo në pasoja. E keni pasur të vështirë me Berishën në sensin, sepse Berisha çuditërisht ju dhe drejtora Gollin janë të vetmit njerëz që nuk ka folur ndonjëherë keq për juve. E ke pasur të vështirë apo e ke ndarë gjithmonë Berishën nga funksioni që ka mbartur Berisha? Kjo ju ka ndihmuar. Shiko, të gjithë kanë folur për me, po dikush ka folur direkt, dikush indirekt. Edhe Nana dhe Berisha kanë folur, po ka folur indirekt. Është arritje e madhe që nuk janë sulmuar personalisht, sepse janë njerëz që nuk ka përtojnë kësaj pune. Ka pas edhe raste. Djeti mua më çuan edhe në Kolumbi. Ka vajtë në Kolumbi me avion për drogë, për dalë që që unë nuk e di si mund t'i nxjerrin këto gjëra. Edhe ai person që e detyruan për ta thënë këtë, i personalitetit dhe i Partisë Demokratike, më vonë kërkojnë ndjes. Pra, më detyruan, pra ka fjalën që ne mendojmë gjithmonë detyrën e afërt, kemi në ushtarët, kemi në fakt e kisha fjalën mbasi lat postin presidencial, sepse i mbajmë mend sulmet që u bën juve gjatë presidencës, por mbas postit presidencial patën një lloj qasje më të kujdesshme ndaj jush dhe kjo ndoshta sepse juve ditu ta ndani pozicionin e shtetarit nga pozicioni personal me këta njerëz, me këta drejtues. Sigurisht unë gjithmonë kam pasur parasysh atë që thash pak më parë dhe që më tha i natë. Ajo ka rikë shteti, sepse shteti duhet të arrujmë të tërë. Se shteti dhe është bëndë gjithve. Pa shtet nuk mund të hecë për para. Pa shtet ka lodë anarshia, përse dhjetë si në gjithë në dhe shtatën se që dodhej. Zoti President, më lejoni me qenë se u folëm për të shkuarën të prekim edhe një temë e cila është bërë e ndjeshme tashti gjatë luftës në Ukrainë. Neve kemi qenë një vend i militarizuar, do themi duke u nisur nga sasia armatimit që kishim dhe e ushtrisë, e numrit të ushtrisë që ishte mobilizuar. Kemi qenë neve një vend që ishim në gjendje ta mbronim veten dhe ky armatim, a ishte e nevojshme të shkatroj unë si i jashtëm, nisëm sidomos nga fakti që Ukraina po lutet për obuz, Howitzer që i thonë, ndërkohë neve kishim 75 sopë që nuk kërkonin as për të ngrënë, as për të pirë dhe i sharruam. Ajo është një tragedi që ndodhi në shtrimin shqiptare, sepse e thash dhe njerë që nuk du t'i kthejem fjalëve të mia që përsëris që sistemi është tjetër punë, por masat i me shteti janë të një llojta kudo. Çdo shtet mendon për mbrojtjen e tij. Pavarësisht qëllimi pse qysi, po du të mbrojë se s'bën. Edhe kjo është e vjetër, nuk është e re. Kjo është e vjetër. Dhe sigurisht që ne kemi pas një ushtri të fortë,
Unë po të thebë, vetëm tanke, kishim 1200 tanke. 2500 ka Ukrajina me 24 milion. Mirë, po e ishte vetëm 1200 tanke, flasë për... Kjo ishte, flasim për vitin 91, 92 që ishin prezent tanket nga shmit plotë, jo për numër. Organizuar një sistem i tillë që vërtet ishte për do admiruar. Se si mbaj gatshmëria, që mjetët tash ishin ato kohën e tyre. E vërtetë. Po puna është si punon njerëzit domethënë si këtë mjet që kam ta marrin gatshmëri të plot, aq kosa duhet. Pra, domethënë kjo nuk është pak. Për shembull, mund të sjell një gjë, për shembull, ne kishim municione domethënë artillerisë, se municione që mësërisë prodhonin dhe vetë. Po të artillerisë, për topat, për buzat, këto nuk prodhoheshin, ende, po bëheshin disa hapa. Po, ishte larg kësaj pune. Ishim të llogaritur që për një vit luftë, ushtria të kishte e kompletuar. Edhe sikur të ishim të izoluar, pa mundësi të formë ashtu izolim, sepse pra, domethënë, edhe kishim sistemin toksor, tunele, mi po për të ruajtur këto municione në kaq kohë, se kanë ato kohë natyre, do thënë, aq më tepër në tokë. Njerëzit bënë studime, edhe merreshin seriozisht me këtë punë. Dhe më kujtohet mas vitit 90, kur një grup ushtarak ishte amerikan, shkuan në disa objekte tonë, dhe më befasuan kur panë kohën, sa kohë kishte ato municione, dhe në gjendje ishin. Sepse vetë nevoja shtoi detyrën. Detyra kërkon dhe zgjidhje. E njerëzit u morën të gjeren zgjidhjen. Janë zinxhir kjo i zhvillimit të mendimit të zgjidhjes problemeve. Pra, ushtria ishte Ishim në gjendje të përballonim një sulm të fqinjve neve, se ndoshta superfuqishtë të tjera. Se shiko, po të shikosh Ukrainën tani, Rusia është Rusi, imperatoria vjetër. Si mbarojnë magazinat. Janë 144 milion. Ukraina është 24 milion. Janë 100 milion më shumë. Plus potenciali të gjitha gjëra tjera që janë të pallogaritshme dhe të pabarazueshme. Po, ja the undët Putinit, me thënë drejtën. A i llogariti këtë punë zgjidhje brenda 10-15 ditëve, po. Jo 10-15, po bajtën 60 sa bën, po 70 ditë. Edhe nuk ka sy për qabe të... Ushtria Ukrainës përkundër, nuk ka ardhur duke u forcuar. Kurse ushtria e ruse ka ardhur duke u dobësuar. Që asnjëri nuk e priste. Në plas duke gjykuar nga studimet, e shkrimeve, konstatime që janë në shtypin botror. Që nuk priste njëri që ndodhi kjo gjë, që ndodhi. Edhe pse? Se populli u ngrit. Ati nuk ka nevojë ta çosh me urdhër të luftojë, ai shkon vetë. Ata bëjmë, vullnetari me atë ushtarin me mobilizim. Ka diferencë madhe shumë. A që lloji si kohë luftës partizani me një të mobilizuar. Ka ndryshe. Me xhandarin, le të themi që ishte. Ka ndryshe. Atë s'ka nevojë, atë që është vullnetar, s'ka nevojë të thuash një shko. Ai e di vetë se çfarë do të bëj. Se për punë ka ardhur. E drejt. Pra, ati po bën një luftë popullore, do të thënë, më kujtohet 10 ditën e parë u dha një lajm që një kolonë 37 km e gjatë shkon drejt Kievit. Edhe për ditë, përsëri pa ajo kolonë u shkri si puna tregojnë gjarpin e madh afrikan, do të thënë. Pitoni. Edhe atë kobrën, atë e azisuan mizat e dheut. E kupton, gjarpri me gjatësit pa imagjinueshme, me forcit që ditë nga, mire, pse, i hanë në sytë në fillim, Mare. E këshu mësoj dhe e kolona, e prita, me gjara, me grupe, sulmi, luftë me rridje. Mi po,
Ne ishim të përgatitur për këtë lloj lufte. Ne ishim përgatitur. Ishte teoria, do të thënë, mund të shajt, mund të themi çfarë duam, po ishin, sepse, shiko, në këtë botë, gjëra duk shpiken. Se shpikur një gjë dhe puna është që si ajo transformohet. Pra, do të thënë, u studiuar përvoja e ushtrisë izraelite, përvoja e ushtrisë liserane. Që ishin do të shtete të vejgjel, po kishin ushtri të fuqishme. Do pikat i hapjes, do gjëra t'i. Të gjitha janë studiuar atje. Nuk ish pikët ne. Ne i përmirësuam. Ishin teori që kishin dhënë rezultat në luftrat të ndryshme. Sigurisht. Izraeli ishte amatosur atë. 5 milion për ballon të 400 milion arab. Nuk e dallon dot qytetari nga ushtari aty. Unë kam qenë Izraeli datë kohë. Nuk e dallon dot. Ai amatosur do të thotë në çdo vend. Pra, mënyra e organizimit të ushtrisë, organizimit të gatshmërisë, e mobilizimit, e shpërndarjes të bazë materiale të armatimit, të municioneve, gjithë ato ishin shumë të studiuara. Zoti President, unë kam pasur këtu Kudusi Lamajn, generalin Kudusi Lamaj, ish komandanti i divizionit Kukësit gjatë luftës në Kosovë. Dhe ai më tha një diçka që mua më mbeti në mendje, bile ja vura edhe titullin e misionit, më tha që bunkerët e Enverit mua më shpëtuan që mos më vritej asnjë ushtar. Dhe kam pasur luftime, tha, goxhat, pavarësisht se ai nuk e pohonte me plot gojën, sepse thoshte që, do më thonë, unë kam parë një film të bërë nga Ministria e Mbrojtjes Jugoslave që ushtria jonë edhe bombardoi për të ndihmuar UÇK-n nëpërmjet artillerisë. Ai thoshte që fortifikimi më ndihmoi për të ruajtur ushtrinë, paprekshmërinë e ushtrisë. Neve kemi anatemuar shumë, le të themi, fortifikimin e vendit, qoftë linjat e mbrojtjes, qoftë strehimet antiajrore që kishin poshtë pallateve ose mes pallateve. Mirë, po me luftën në Ukrainë, jo vetëm Ukrainës, po edhe bullgarët dhe rumunët filluan pastrojnë këto, le të themi, strehimet. Ishte një teori dhe një, le të themi, një parashikim i drejtë ky lloj fortifikimi i vendit. Shiko, fortifikimi jonë, me gjithë mjetet e tija, të cilat njihen, edhe për këto unë kam folur. Në nimin e dytë, kujtimet mia kanë gati 12 faqe që flas për fortifikimin, edhe anë pozitive, negative, defekte të këtij me radhë, edhe pikpamja strategjike e ndërtimit të këtij sistemi fortifikuar që ishte atë kohë. Du të them këtë që e diçka të përmende rastin e luftës Kosovës, është botuar një libër në 2004 më duket, janë përmbledhur shkrimet e mia në vitet 98-99. E libri quhet Midis Kosova, midis paqes dhe luftës. Dhe atje është një shkrim i cili ishte botuar në gazetën shqiptare në korrik të vitit 98. Edhe aty unë i bëj një thirrje shtabit përgjithshëm të ushtrisë në atë kohë, ushtrisë tonë. Unë isha sigurisht pension, isha kryetari i shoqatës së Atlantikut në atë kohë. Edhe unë i bëj thirrje shefit të vjen gatshmëri sistemi fortifikues. Sepse e di si është puna, ai sistem fortifikues e vleroi Serbinë të mos aplikonte një strategji që aplikuan izraelitët në luftën e Libanit. Dhe sepse mund të futesh ushtria serbe tek neve, kishte argument se janë bazat e UÇK-s. Do bërë vetën, si që përdo tani, nuk e rinë. Sulm preventiv po i quhet. Edhe vite deri në Buzdrinit, po çfarë do të thotë? Tani, bota do merrej me Kosovën, do merrej me shirimin e kësaj pjese që pushtohen Shqipërisë. Të një shteti të njohur. Po, se një shtet antar e okupos. Pra pikërisht kjo i trembi generalit serb. Se e dinë që është fortifikimi shqiptar. Kosoja e madhe që do kishin rastin e përplasjes. Ishte një Kosovë, zakonisht e madhe, nuk di, a ditë apo s'ditë aty? Si që përdo thani.
Pa besueshme. Po qikosh të më thënë, se nga folë edhe njëherë në një emision, ka qa kohë, kërë shefi shtabit përgjithshëm i ushtrisë ruse që ishte tani generali Gerasimov, është dhe një teoretician i madh, konsiderohet teoretician shumë i madh. Dhe i ka botuar një libër në mënyrën e zhvillimit të luftës disproporcionale. Jo frontale. Doktrina Gerasimov në... Edhe janë këto se shiko, është interesante, jo bine thonë, po është fakt që historia përsëritet po në formë spirale, sigurisht. Qa ndodhi para luftës të Spanjës? Gjermanë dhe italianë që kënë luftuar në Spanjë, aty u provuan armatimet e reja. Që pëndodhë tani në Ukrajinë. Kjo pëndodhë. Armatimet e reja, dhe pikërisht ato armatimet dhe në shumë rezultat. Raketat, kundërtanket, personale. Javelin, do që po urdorën. Ato do të thënë vërtet. Po nxjerrin jashtë luftimi një mjet i jashtëzakonshëm si tanku. Po janë mira raketat, jo pak. Edhe kanë tash sa e nëzisuar, unë nuk mund të them dot se tash dihet kanë luftë, do të thënë që lufta e propagandës, mjegulla e luftës. I thot 50 dhe 500. Por fakti është ky. Që rusët janë stopuar dhe s'po përdorin kolona tankiste. Kjo është çdo mend si thonë, se është ashigare, duket. Pra kjo fjalë që lufta popullore gjithmonë është pse u tërojnë amerikanët nga Vietnami. Jo se deshën, u detyruan. Patjetër. Po kështë detyruan, se bë një luftë më që ishte pa mundur të poshesh. Edhe rusët po dështojnë e kam përdishtuar akoma më keq, për mendimin tim. Kështu mendoni juve rusët në Ukrainë, sepse gjithë ekspertët ushtarak perëndimoni një pjesë e madhe, po në fakt këta thoshin kjo pjesa e madhe ka gabuar deri tani, me thënë drejtën. Thoshin që në Ukrainë rusët do kenë fitore, mund të kenë Kosovë, po në përfundim do kenë fitore. Megjithatë shikohet që edhe me përqendrimin që po bëjnë në Donbas ata nuk po çajnë dot. Shikohet, qëllimi atyre ka qenë të bëjnë Ukrainën komplet. Se kjo historia e Ukrainës shumë e komplikuar fakt. Dhe atje për shkak është Poltava, që është në atë i ka marrë pjesë i parë 1712. U bë pjesë për të ishur, janë marrë, janë lënë, do të thënë, sidomos Ukraina perëndimore. Merë Besarabin, Stalini, morën rusë, perandoria e lanë, dhe popullsia atje. Dhe popullsia atje është shumë homogene, heterogene. Heterogene, e përzirë. Edhe zakonet, dialektet e këto gjëra, do të thonë. Pra, e kam fjalën që gjithë problemi është ky. Që duhen nervat forta, gjykimi qartë dhe drejtim djaftot. Zoti President, ka ardhur koha, mbasi kemi vetur pas një kallash në magazina, të kemi një lloj riarmatimi tonin, sepse ju keni qenë dhe kryetari i shoqatës Atlantikut, e njihni mirë NATO-n. Po NATO edhe neve do na thotë rezistoni një 2 javë ju sa të vi unë. Jo, normal. Ju ka bërë një problem shumë të rëndësishëm tani ka të i bëtë juve, sepse unë shikoj për shumë, Serbia po në thoshet. Dhe të pyetja, pse po në thoshet? Nga kush ka frikë? Se gjithë vendet janë antarë të NATO-s. Edhe Kosova nuk është antarë të bërë, NATO është të brenda. Atër, pse? Dhe të pyetja, që qëllimi ka? Kush do mërotër? S'ka në një tituarët Serbisë. Po, Serbia do të që s'ka, ka menduar. Ka menduar vete, ka menduar mendimin e tjerve. Këtë nuk e dim, që mund tjetë, po është nuk është. Edhe, pra, e në fjallën që ne duhet me ndojmë seriosisht. Shteti jonë. Unë nuk kanë problem prap një mitan. Shteti Kosovës. Ne duhet kemi një politikë të përbashkët brojtje. Shumë e vërtet. Sepse kemi terrenet të ndryshme, ata janë fushë, ne jemi mal. Duhet bërë një kombinim i armëve. Ne duhet kemi sepse jemi një dikomp.
Dhe në vërtet, kujtohet, në 98, parua që hodhi politika dhe e drejt ishte që do mbrojemi si komp. E kështu duhet jetë. Kështu duhet jetë. Se fundi kemi qenë, bashkë kemi qenë. Në coptu, në rrëru, dirë dhe punë, nuk ka vletë të hymë asaj historie, por ama duhet me përmërgjën tonë. Dhe këtu unë them që ka ardhë koha jem mbrapa. Qoftë shteti jonë është mbrapa, qoftë Kosova, akoma mbrapa, se neve, për të menduar dhe punë. Ne kemi dhe partit e ditë janë, të mësën, që të kuadrit e NATO-s. Po, është ajo që thatë juve. NATO që zbjerën kështu, me që kemi susën. Do 2 javë që sa të mobilizoj dhe ajo ushtarët e Tunisi. Kësë më kujtohet, ishën detyrë me ministra tanë, të mbrojtjes, dhe zotëri. Greqia me Turqinë NATO e në 2. Po 3 dhe që janë përleshur, po përësisht e Amerika mes. Interesat pasaj, interesat kombëtare, interesat si të është ekonomike, filloj njerëzit të vëtën, shke, do popullit haj, po si dhe të haj a i të thellë poshtë, edhe kërët të nëshqi, pra të vëtër gjdo dhe të është politikë, do mendoj për vend e ti të vëtë parë, apo jo, është normale. Atëre, ku po vemi në kështu? Shkatruan dhe atë të rritë për përgatitin pilot e helikopteri duhet të paguash qimit e kokës. Ku që të në përgatitin pilota për reaktivët. Ku shkoni më? Kujtohet kam bërë një debat për një zërëtës komandantin e NATO-s. I tha zotëri. Thash, unë nuk e di sa drejtë që po neutralizohet aviacioni reaktiv në shtëri shqiptare, po unë jam kundra, thash. Edhe po të thepë për cilin shembull, thash. E mora shembull një luftës izraelito-arabe. Luftën e parë, thash, Izraeliti e shkatruar në aviacionin, ishte në raport, në aerodrom. Ja dojët e egyptiane. Luftën e dytë, ata morën ca masa. Po prap, pësullumi. Luftën e tretë, futën në tuneli, me në rusë, kërë në tuneli, e mërëllën. Ishte vetëm skuadrillet eroje, ishte në aeroport. Por, edhe punë ngritë në ajrë. Në ajrë atëre, aty është personalizmi pilotit. Po, udhëzimi, ka të bëj shumë, mentaliteti, janë zera kështu, janë decisive në luftë, për në fundit. A vërtetë. Sa shkoj dy avion nësi, njëri për balë tjetrit, nuk është shaka. Njëri ju e për të fundë, se avion e vetë nuk shkon atë. Se është raketë e drejtuar. E kam fjallë gjithë, në këto rase, çfarë do? Rase, thashu, ju dini. Raporti i humbive aviacionit izraelit dhe egyptian ishte 1-3. Kishte dhe pilote grabi të shpemra. Po prapë që më të përgatitur, më të zonja dhe në poshtën. E 1-3 ka qenë humbjet. Pra të thënë, ne kemi pilotat shumë të mirë. Si ka të bëjë elementi njeri. Ky është problemi madh, se ne po humbim atë trurin që i thonë specialistët, po humbim specialistët e tankeve, po humbim specialistët e lundrimit. Sot ne s'kemi më shkollë marinet. I përgatitim në një universitet, ndërkohë që ish oficerët tanë po drejtojnë anije transoqeanike në përbotë. Kjo është e dhimbshme. Është një gjë, do të thënë që politikanë tanë pas vitit 90, unë flasë anën e pipamit demokratike do gjere rregull, duheshin njëta, po mënyra e zgjidhjes problemit, do më thënë, shiko, se më pyetën në fillim, do të se kam bërë të punë. Ju dini, për shkak që unë krijova në këshilli turtëve. Moja 7-8 jurista nga më të njohur që ishim, nuk pyeta për se krahët e vetëm, vetëm bagazhi i tyre teorik, praktik. Edhe ligjet të ishin me problematike, unë nuk vendosja pa dëgjuar ata. Ja çoja atyre 10 ditë përpara, edhe i thoja, i mlidhja pastaj, edhe vetëm i dëgjoja. Pastaj me ne vendim. Unë, jo vetëm që si isha jurist, po sikur të jurist isha, prapë se prapë në këtë rrugë do bëja, do nikja. Sepse një mendje është hiç gjë, si thonë fjallë. Dy mendje prapë janë pak. Tre mendje janë tamam.
Ka të bëjë në këtë drejtim, unë mendoj që ndoshta Këshilli i Sigurimit është, juve e dini më mirë se sa unë, shumë i nevojshëm një ringritje serioze e tij, i cili duhet të bëjë edhe një strategji ushtarake për mbrojtjen e vendit, sepse më duket se ajo që thoshin diku do na marrin me shoqat në bashkë me Kosovën. Për bashkë me Kosovën, sepse ne vërtet jemi dy shtete, po jemi një komp, edhe kemi probleme të vjetra një lloj. Sepse është ajo që thotë ju, Serbia nuk po armatozet, as të godas Greqinë, as Rumaninë, as Bullgarinë, për neve e ka. Male e punë. Unë isha kryetari i shoqatës shqiptare, isha ka qenë 2 muaj para se zgjidhesha, vajta uftohet në Beograd, organizuar aty shoqata e Atlantikut. Edhe atje bëjmë mbledhje shumë serioze, edhe atje takova zëvendësit shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe. I thashë, ç'është kjo? Thashë, gjithë thonë ju, ju nuk e quheni Kosovë, po thoni Kosova me doji. Po tha mua, ashtu. Po thashë, ajo është Kosovë më dha, thashë. Thashë, ju tani keni ikur, thashë, dhe harrojni Kosovën. Delin, thashë, atë. Mua, se fliste rusisht ai. Tha mua, zoti Mesiu, tha, a vashë, çut, tha. Rusisht, a vashë, në dalim atë ku kemi qenë. Që të dini në thashë atë ku kemi qenë? Ku shu lejo të dini atë ku kemi qenë? Po në dalim, tha. Pra, është... Në mentalitetin e tyre, në mendjen e tyre. Në qertane e vjetra, jo. Ka 1 shekull e gjysmë që ishtë hartuar. Në fillim me zajednicën, pastaj me... Janë fjalë që unë nuk duhet të nxis luftën dhe përplasim e disë dy vetëve tonë. Jo. Nuk është këllëdhine e probleme. Gjithsesi romakët thonë, në qoftë se do luftën, në qoftë se do paqen përgatit luftën. Civis pacem para bellum. Isha në vizitë në Pakistan, duke biseduar me presidentin saj kohe, generali ishte. Edhe i thash, jo general. Thash, problemet e luftës edhe të shtetit, kur jesh ushtaraku në krye, thash, nuk zgjidhen keq, thash, sepse ne dim që është lufta. Çfarë rrezik ka? Një civil duke përfituar do të kollaj, thash, se ç'është lufta, thash. Ne e dim. Se gjithë kemi kaluar, mos plot, pjesërisht, e njohim luftën. Edhe prandaj atje ishte Musharafi atë kohë, generali Musharraf, presidenti i Pakistanit. Edhe që, po më thamë, e shumë drejta. Ne e dim, tha, luftën, ne ushtarët e përgatitim për luftën, ne se duhem luftën, tha. Sepse i pikë njohim ç'është lufta. Edhe pra, nuk kam fjalët që është shumë e rëndësishme kjo, që të mendohet një strategji të përthën, edhe unë e kam rekomanduar dhe Akademisë tonë shkencëve, që bashkë me Akademinë e Shkencëve të Kosovës, të artoj një platformë për bashkët politike për mbrojtjen e kombit tonë. Sepse se jemi një kombi vogël, jemi 5 milionë. Do me thënë, të krahasueshëm me kombet të tjera të Ballkanit. Jemi gati 7 milionë në Ballkan, se për të një. Okej, po zë vetëm Shqipërinë në Kosovë. 2 milioni ke në Kosovë, 5. 1 milioni ke gati në Maqedoni, bën 6. Madje zgjek. Pa llogaritur emigrantët. Emigrantët shkojmë edhe gati 10. Do të thënë, emigrantët është llogaritur që në vitet 72, nëse s'ka bëjë unë, që në gjithë botë kishte 15 milion shqiptarë. E bën një llogari, nuk e di nga se e njësër, po e bën një llogari e tillë. Kur atëre 15 milionë, më tani mund të jetë 25. Po, mund të kemi shkuar. Jemi rast fjellore. Zoti President, unë do doja të kthehesha pak në ditët e sotme. Ne megjithëse ne folëm për nevojën që ka vendi për një ndrimin e mentalitetit të ndaj partinë nga shteti, për le të themi për riarmatosjen e tij, unë e kam merak sepse ushtria nuk është vetëm çështje parash. Janë para që ti i hedh për të rritur edhe krenarinë e njerëzve. More për të futur këtë rini që të bëj një 2 ditë zbor, ta mësoj që nuk rrihet vetëm te bloku, po ka edhe vrap me kundragad, siç kemi hequr neve. Nuk po duaj që ti shikoj dhe ata, po e mira është që ta provojnë se shtetet serioze, Izraeli, Greqia, kanë shërbimin ushtarak të rezervistëve, apo jo, edhe të kësaj ditë. Po mendoj disa shtete ta rikthejnë.
lufta në Ukrainë tregoi që rezervistët janë shumë të nevojshëm, nuk Që tjetër ai për ditë çfarë më thoshte më para. Ai është bish për top. Që po cilësojnë, më për top ata që i futën. Po nuk që i përgatitur, po nuk lufta është nuk është shaka. Nuk shaka lufta. Edhe, kështu që zakonisht ata që vridhin janë fillestarët. E vërtetë. Vridhin më shumë. E vërtetë. Po është humbja, është gjiria, ikët. Ashtu është, sidomos në moshë re një dramatike, krijon edhe probleme politike. Zoti president, do doja të kthehesha në ditët e sotme në ngjarjet politike të ditës. Kemi një rikthim të Berishës. Nuk do doja të gjykoja personin, por e thash edhe në fillim të emisionit, juve jeni ndër politikanët e rrallë të cilët keni bërë një tërheqje, le themi, dinjitoze dhe bëni atë që bëjnë gjithë perëndimorët. Jepni këshillat, jepni mendimin tuaj pa qenë agresiv. Ky rikthim i Berishës i shërben vendit apo është një zvarritje, një lodhje e politikës shqiptare? Tani për të këshillën të rikthimin e Zotit Berisha është folur goxha. Dhe nuk po ju në të vlerësimet, në të se kam folur për të punë, për konsideratë i kam pas për Berishën. Por do gjykojmë aktualisht tani. Kjo që i bën, ku i shërben. Ai këtë e bën për saptijat, më shumë, për të mbrojtur veten. Tani, se thënë, jo ka fakte, jo s'ka fakte, fakte ka sa duash. Se mos të marim, mos të bëjmë larkë shumë për gjitha gjerat e tjera, por të marim vetëm ekonominë. Zbatimi i terapisë shokut tek neve ka qenë vrastar. Unë nga 6-7 vjetë për para, kam qenë në Poloni. Sot ka një mea culpa, më falni që po e ndërhy, edhe nga ata që i iniciuan, profesor të Harvardit që u paguan nga Clintoni, ka një mea culpa të tyre thonë bëm gabim, bëm terapinë e shokut për para se të bënim kuadrin ligjor të tyre. Po të të që ajo ka qenë një ide vrastare, shkatërruse. Dhe unë kam qenë në Poloni, që thash, diskutohet pikrisht kjo, çështja e zhvillimit të ekonomisë. Edhe ata thanë, neve filluam dhe ne me ekonominë, vetëm me terapinë e shokut. Po ne 5% zbatuam dhe hoqëm dorë me herë. Dhe Polonia sot është një vendet më të zhvilluara, jo vetëm në lindje, po në gjithë Evropën. Për zhvillimin i ka marrë. Unë se marrë, për shembull, jo, unë po marrë një shembull kështu. Unë kam qenë në Kavaj nga viti 66 deri në 71, 5 vjet, komandë brigade aty, edhe e njoh mirë atë rajon aty, zonë. Jo vetëm se jap në origjinë Kavaj, po kam punuar 5 vjet. Kavaja kishte gati 12.000 punëtorë. Punëtorë dhe punëtore, sigurisht. Dhe ata për 24 orë u zhdukën. Ngelin pa punë, kam thënë. Kishte 6-7 fabrikat. Fabrikë Qelqit më e famshme. Kishte ustadara dhe që sot të si kemi fare. Sot, zoti president, importojmë gota që prodhon të Kavaja dikur. E të mërshme, më ka bërë përshtypje, i keja mbushur me gotat që Kavaja prodhon të para 30 vjetë. Ishte fabrika, ose normali e prodhimit qyribën në tim. Kishte 2400 gradë vajza që punojnë aty. Një rëthjes e madhe, 4 kaqë nuk e është e madhe, u privatizua, thënë. Po si u privatizua? Unë njeri mori një dhonë, tjeti mori copë koridor, tjeti kështu. A i ke gabite, banditizm. Edhe gjitha me shkutë për shpia, aja prodhimet që eksportoheshin. Eksportoheshin, pjesën dërmuse, tyre. Kishte edhe vende tjera, po flasë, më e madhe ka qenë Kavaj. Dhe, pse du është bërë kjo punë? Pse du është bërë?
Flatë për fabrikën e që gjithë aty për uzinë e Goshbullonave, ishte shumë jetë zakonisht uzinë e mirë. Po ke uzinën e Petropapi që ka qenë në Korçë. Korçë. Ose uzinë e telave në Shkodër. Ata, ca gjëra që dhe prodhime që dominonin në tregun evropian. Bakri për shembull ishte me cikël të mbyllur, nuk kishte nevojë të edhe tani gjithë e shkatruan. Pse? Qysh? Ku ti duhet kjo? Era pa mend. Vetë burra. Kapi teoria aty dhe shkopte pas studiuar, domethënë. A kjo ishte një përgjegjësi e madhe. Dhe tani përgjegjësinë për të punë kush e ka? E ke ti apo unë? As ju, as unë? Ne po vazhdojmë me bërin skrap. Kush ishte i kryer? Atë kush përgjigjet për të punë? Po flasë për tjerë berallë, futja e korrupsionit. Në kam thënë publikisht, korrupsioni, shkollën fillore e krijoi Berisha. Shkollën e mesme e bëri Nano. Universitetit e bëri Berisha prap. E tani jemi e mbylli ciklin. Lom jemi neve. Ose në kuptimin e kësaj, ose që këtë ishte në kryet, unë në e komplet. Ashtu është. Tani, si mund të thua si që jam rregullu? Ku? Demokracia tani. Dhe problemi është që... Demokracia dhe më thënë që ne kujtohet të fillimet e para du Shqipërisë gjithë Evropa. Dakor, ku e kemi Shqipërisë gjithë Evropa? Kemi 30 vjetë topikimi në vetë, bom. Por ne do t'ishim edhe në NATO me kohë, edhe në bashkëpunëtor me kohë, mos kishte në 97. Kush përgjigjet për 97? Ashtu unë nuk do të hyta një zbërtet të gjera, po se këto jetë njora. Por, pra, të lutem shumë tani, është do gjë, pavarësisht në vendime kolektive dhe dimna të punë kolegjale si bërë ato gjera, si vendosen. Kolegjale, po emrin e ka diku? Ato djetë, hajde, pra, ka fjallë që, pra, do përgjigje se zbën, që thua s'ka fakte, kush ka fakte, kush e bërë këtë situatë, kush e kërëjtë të lumëtirë. Blutëm shumë. Politikani mund mos ketë edhe fakte, por ka mbi të gjitha përgjegjësi morale. Njëri po kërkon falje. Fakte për ti? Patjetër që janë fakte, patjetër që janë fakte, po edhe sigur mos janë fakte. Jenë kryet e saj punë je. Atë blutëm shumë. O bëja ose ik, një nga dyja. O bëja si që duhet bërë, ose largohu. Po jo të vish prap, të kujtojsh të vish prap. A do të thënë, kjo do të ishte fatkeqësi. Po, kjo s'ka për të modër, mos shpa me mendja. Pa u rëthisht ka përpjekët dhe tjere, do të thënë, jo se do të pengojnë të uja, për në shqiptarë. Po shqiptarë duke në bënodit, ta që në vërtet, ishte i vrulli filestarë, për ta që njëzit që me lu mendoj. Janë bërë të pjekur. Janë bërë, ta që një minut, ta i ka të në djelleri në atë kohë, sot është baba me fmi, është bërë dhe gjysh, bilesi. Ta që i këto, punë gjerë do gjikohen të mamë. Por, të gjitha të kryojnë bështërsi, në kryojnë parlamenti. Në kryojnë luftrat të panevojshme për që në hargjojnë energji. Po, zoti president, jemi në prag të zgjedhjes, le themi, të pasardhësit tuaj, të presidentit të ri të vendit. Si e shikoni postin e presidentit së pari, sepse kanë bërë ndryshime ligjore dhe qa mendoni që duhet jetë president i ri? Do me thënë, si individ, po ndoshta i duhen ndruar edhe kompetencat, kemi nevojë të krijojmë një pol të ri force, një pol të ri pushteti? Për mendimin tim në konstitutë kemi pasur neve, ka qenë shumë e mirë. Po lasë ajo që është miratuar në vitin në 88. Në 88. Mund të kishte nevojë për një rreth vogël sigurisht, po që ne atë sakatuam. Në 2000. Sakatuam, çdo vit pa bum, no? Edhe jo ne sakatuam kur në 2008, po, 2008. Ai marrëveshje atë është bërë kryeminist i paprekshëm. Ku ka kështu? Është demokraci. Ajo është tamam, do të thënë
mund t'i vesh çdo lloj emri vetë demokracisë si thotë. Pra, jam fjalën në këtë rast. Këto gjëra do të thonë janë që ka ardhur kohë për mendimin tim që ne zgjedhjet do bëhen, nëse ka fatë këto punë kushtetuese të gjitha. Edhe sigurisht presidenti do zgjedhë, është figura më e lartë e shtetit. Po, mua do më fali, do më thënë, po kur më ngarkon këtë detyrë, më kujtohet kur zgjodha, të nesmet, po thënë, jo ishte po isha që u shpall kandidatura ime dhe u miratua. Edhe më tha një gazetar, që atëherë s'kishte edhe shumë televizion. Dhe më siu tha, si duket ty, si ta bësh të punë, thati mua. Edhe ne thash, unë i kam hip, edhe i kam zbrit kari disa herë, thash. Pa ke hipi ke zbrita, për prezident s'ke qenë herë, s'ka qenë. Por ama thash, unë një shtetit, thash, e di që shtetit, thash, di që shpërgjësia, para shtetit edhe para popullit. Pra, duhet në ratë partë është ndërshmëri për kushtim edhe me ndërshmëri për të shërbyer vendit tënd. Jo të mendosh për vete e për rrethin tënd për të pasuruar. Me kam thënë disa herë tanë që futja në politik, marrja në politik është mision. Është një që ai prifti që shkon Mozambike, ku diun për të praktikuar biznes. Kjo është dramatike. Kjo se e merr për sipër të punë, kështu do të bëj. Kjo se e kam përsi disa herë, por do ta përsis prapë se ka nevojë të thuhet të ca gjëra, me thënë drejtë, do të thotë disa herë. Të kuptohen mirë, jo për gjë tjetër. Në parathënien e librit tim të tretë, e mbëllë kështu, nësë qoftë se rinësit tanë shkrim pasurinë e tyre dhe mund jetë vëzi për bërë Shqipërinë, për fatë keq sot politikanë tanë, po shbëjnë Shqipërinë për të pasuruar. Edhe më mori një gazetar, do thëtë një orë, du ta përmendim si ka për të dhe tjera, tha mu zëllim e siu, po kjo është akuzeret, po shumë e në ndështës. Faktë dhe shumë sa duesh bje, unë dhe shpo mund të marrë një. Po, tha. Unë dhe shbat shpi, kam qenë në vitin 72. Edhe si vjetë bëra 50 vjetë ati më në shpi ku jam. Thash, pse nuk dojo, të kisha vile e këto gjere, po doja, thash, po bebe rogë, bëhen, s'bëhen, nuk bëhen, thash. Jo se s'doja, po nuk bëhen dot. A, du të abuzosh, po, se bëhen dot, thash. Se duke mora për sipër dhe ty për të abuzuar. E mora dhe ty për të shqyrë vendit tim, për të shqyrë popullit tim. Edhe kur njeriu në një vendim, atë du ta zbatoj, ta qoj deri në fund. Dhe sigurisht që unë të bëgjë në ratë parë, ne me jemi në periudën që du zgjedhin, jo se s'ka njës këtë vend ka njës, po duhet i zgjedhin njerëzit. Duhet i zgjedhin njerëzit, dhe më thënë, të tillë që vërtet të mendojmë, jo për vete, për të mendojmë për vendin. Mendoni që ky post presidencial, kështu si është e formatuar, posti presidentit, kompetencat që ka, nëse do vendose një njeri me, le të themi, me stof, me shtyllë kurrizore, mund t'i imponohet qeverisë? Ose më saktë, në qoftë se do ishit juve tani aty, që e keni treguar që unë isha. Jo, okay, juve ishit, po ka një problematik sot për një debat në shoqërinë shqiptare që thonë që presidenti s'ka kompetenca të frenojë qeverinë, po mua më duket se nuk është se ka pasur ndonjë kompetencë të madhe më përpara. Ka të bëj shumë, do me thënë, çdo individ jep prekjen personale, Bamir Topi dha prekjen personale, Bujar Nishani prekjen personale dhe Ilir Meta prekjen personale. Edhe ju dhat prekjen tuaj personale. Nuk besoj për shembull që Bamir Topi kishte kompetenca, pati kompetenca, po aq sa juve për një periudhë kohe. Dhe kur erdhi puna asnjëri, ose Recep Midani përpara jush,
Po asnjëri nuk e ka qasjen që patët juve. Sali Berisha kishte akoma më tepër. Më i bret kujtohet nga njerëzit. Ndërsa ju me ato kompetenca që patët, pra në momentin e tanishëm, neve kemi nevojë për një president që të ketë kompetenca më shumë, por edhe një president që të jetë një personalitet i fuqishëm dhe i fortë, dhe që ta ndaj mendjen që mbas presidencës do merret më me politikë aktive. Moto ime ka që kjo, unë punoj për shtetin, shteti mendon për mua. Është një binom. Njëra pjesë unë e realizova, unë punova për shtetin. Po shteti pastaj këtë punë se s'kam, jo për mua personalisht, por të si, për presidentët. Kur jemi vetë vend që s'kemi ligj. Kosova akoma nuk është njohur si shtet, e ka ligjin e presidentit. Ne s'kemi ligj. Është turp, jo për gjë tjetër, se nuk vdes Siri. Ja, unë po vetë 93 vjeç më rregull, nuk kam thënë më rregull. E kam që kjo është vërtet. Ne i trajtojmë si armë. Ashtu. I trajtojmë që kur do ju bëjnë hije. Edhe kjo me inat, qirë, ti të kesh këtë unë, ti që më ke punuar të unë ta jep, jo, s'ta jep, ku vemi këshumë? Ku shkojmë shumë? Qëmë, nga gjepi e vëndjerë, së që nga gjepi. Do mendosh për shtetin tëndë, mendosh për popullin tëndë, mendosh për të ardhjën e vëndit, për rinim, se ikur rinia. Që të ikin njërës dhe, kur të kemi një vënd begat, vërtet begat, me pasuri pradore. Mund të jetoni me rentën e këtyre pasurive. Jemi vend që prodhojmë naftë, edhe s'kemi naftë është më shtretë se kudo. Dhe sidomos në një periudhë si e tanishmja, ku çmimet të lëndëve të para kanë shkuar në qiell. Edhe duhet se ka një kur futet në këto gjëra dhe unë marrë në super gjiro. Kuptimi figurativ të fjalës, kupton. Por është një revolte njerëzit kuptueshme. Njerëzit kanë nevojë, do të thënë, për të kenë besim. Kanë që ty je zgjedhur atje, je vënë atje, po të shkoj besimin të çdo. Sepse asnjëri nuk e di, domethënë, si puna vezës. Kur e thyn del të çast. Kështu është njeriu të sikur e vetë, nisesh nga vetë dhe thua ka gjithë që për pjellë, bërë nga pula, ku diu për radhë, ditë se jetë për gjithë, po kur hapë, dhe ka bëmë që që është ajo. Edhe kjo është shosht. Edhe unë them që se e shoqi për bërë shumë gjatë nga jetë, po them, nuk duhet të hyjë këto kritikat se sa gjera duhet mbërë dhe sa gjera s'duhet mbërë fare kështu, dhe këmë se u basi si pozari me lërë më spyta një si edhe së të gjithë jetë. Në atë parë njërë, vetë kërëministri duhet të mendoj që i duhet të ndaj pushtetit. Se kushtetuta jenë ndanë. Janë 3 dek kryesore. Është ekzekutivi, është legislativi, është dhe gjyqësori. Ne akoma kemi mentalitetin e partisë shtetë. Ka 32 vjetë i zhdukur komunizmi. E që është komunizmi, është drejtësisht, pa është diktaturë. Edhe, tani, ajo u zhduk, po mentalitetin e njëzve ekziston. U zhduk si strukturë, si organizim, po në brendësinë e njëzve sigur. A i sa merë pushtetit, a i do të bëmë. Ti pëse bëmë shu, ti pëse bëmë shu. Janë ndara gjerat. Ti ke këtë, berav. Kujtohet gjë restë, nuk nishë në detyrë. Kuvendi vendosi që të zëvënsoj 2 antarë të Këshillit Lartë Drejtësisë. Edhe hudhin votim. Edhe zgjodhi njerëzit. I thashë, më bëjnë 1 minutë, ku i qoni të përë, s'kemi vend e poshtë. Unë kam 15 karike këtu. Këtu s'ka i karike poshtë, ku të da ullim në ato që do vi? Do të gërem dike? Jo, do t'iki ky e ky. Do t'iki ky, po. Ka regullë për t'ikur. Në atë parë duhet themi ne. Jo, zoti kuvend, kryetari kuvendit. Unë kam 2 karike poshtë, tani njëp njerëzit. Të kemi bërë kërkesë tillë? S'kemi bërë. Atë që me bje? U përë gjurëdhje madhe. Një antar të KLD-s që ishte jashtë shkuar për eksperiencë e thirrë më herë
se e dini që votën ishte favor të këtyre gjerave. Për debati më të kështu dhe latë drejtësisë, edhe u dalë votat. Vetëm vota ime, mori, dhe o thënë, vendim më drejtë, dhe krahu dhe drejtë. Që era poshte, jo. Ashtë, jo, ata janë aty do një, po dalë, po ka i kushtetuar, ka i në regullë, se këto drejtë, regullat të kështë, janë bërë për të zbatuar, janë bërë për të... Një kundërshtim shumë qytetar, por nga njëherë këmbgullja dhe qytetarë lëku bëjnë punë, kur shfaqen nga një njeri me karakter. Zoti President, janë në fakt debate që shpesh politika shqiptare ka arritur në një lloj bataku ku njerëzit edhe janë lodhur. Dhe ndoshta varfrimi i skenës politike ka sjellë që njerëzit të shkojnë brava me nostalgji dhe ky është edhe rasti juaj. Sot kemi vetëm 3 figura, le të themi që kanë 30 e sa vjet në politikë dhe që nuk kanë çfarë bien më asnjë gjë të re në atë, sepse nuk dinë edhe të bëjnë hap mbrapa. Ndaj dhe unë pata kënaqësinë që të kisha një figurë si juve të cilin le të themi e çmoj veçanërisht për qëndrimin e tij. Tani duhet ju bëj një pyetje personale. Keni një moshë të nderuar, keni një mendje të qartë dhe një jetë aktive. Keni pasur goditje të mëdha në jetë. Si a keni dalë të mbijetoni? Jo, njeriu është dihet, është struktura natyrore më e fuqishme. Ja për natyra, Zoti. Edhe mendjen i ka dhënë, edhe vullnetin i ka dhënë, edhe aftësitë i ka dhënë, e shumë gjëra tjera. Edhe ka shumë rëndësi, domethënë, në gjithë shkollat ushtarake, kur pritet për komandantit, kush mund të jetë komandant më i mirë? Ai që nuk e humbet të rruat. Ky presidenti ukrainës me thënë drejtën, se aktor komik ka qenë, për dhe film për presidentit. Por atë rëllë që po bën ai, unë nuk e di kush mund ta bëjë më mirë, atje tek ata, apo ku do qoftë. E kishte Luanin brenda, si duket. Ka thënë që njeriu është njeri, domethënë, edhe nuk thon kot, herë më kujtohet, domethënë se ai dëziroshën kur ndodhi vdekje, kështu pa pritur se shkoi aty të mushloje, domethënë. Edhe gjithmonë kam përdorur një fjalë të urtë popullore. E themi që i ra shkëmbit e qau, i ra drurit e dogji, i ra egurit e përkulli, i ra njeriut e mbajti. Këtu është puna të shi, pastaj mbajti atë shi, ndihet domethënë, ka hekur, unë jam në gjë ndërtimi, origjinë, domethënë, po përse ushtarak, po start 0, start 1, start 2, start 3, start 5, me radhë. Se cili ka karakteristikat e tia, si rezistencë për gjithmonë. Kështu është dhe njeriu, nuk e gjithë i saj. Cila është dita e Alfred Mojsiut? Juve vazhdoni jeni aktiv akoma në jetën akademike dhe sociale? Tash unë të drejtën kam marrë shumë nga Spiro Mojsiu. Në mënyrë se si ai. Ai thonë që ishte edhe qefli peshkimit shumë. Kurdo? Thonë që ishte edhe qefli peshkimit shumë. Jo gjyqtar. A gjyqtar? Po, ai kryetari i shoqës gjyqtar, ka qenë kryetar në gjithë kohës. Edhe mua më kam mësuar që 8 vjeç brenda në gjyqti. Edhe ai ngresh herët në kafe të gjëra të më thënë, si mos kohës, sigurisht të tjera. Edhe lëviste në këmbë, në darkë, çdo darkë dilte, dhe më thënë vetëm ose me shoqëruar me këtë, si më thënë, bulevardin që ishte në të kohë që bënte disa xhiro, ka lëviste, plus gjyqtia. Gjyqtia deri në sa i vdiq moshën 81 vjeçare, i shpejt dhe pati një smundje të rëndë, edhe nuk ishte përduan dot, përse ishte shumë mirë ishte. Edhe verën nuk e ishte,
Edhe po të dinë verën, ishte sinjal alarmi për neve. Edhe vërtet, edhe kur vdekte, më thënë, la verën mas 30 ditë të vdekë. E kam fjalën që a ishte radion hapë të djonde, radion italisht, ditë dhe gjutuja, sigurisht italisht se pas një dhe mirë shumë. Edhe djonde zyrë dhe tia, ku e shpisë në një tjetë. Pra, kam fjalën që njeriu e bën jetën ashtu si e do dhe si e mendon dhe si i pëlqen sigurisht. Nuk mund të thuash tani që sigurisht ka të bëjë shumë edhe fiziku këto gjëra. Këto janë disa donacione natyrës, mund të quhet Zotit. Edhe të jetës rregullt, edhe të jetës aktive. Është një gjë, do të thënë që në herë të gjumit të tërheq plagështia, po nuk do t'i nëstrosh këto gjëra. Do të kesh vullnet. Do të ngresh, do të shkosh. Edhe ashtu pas edhe jeta ime ushtarakit, do të thënë ushtria. Unë kam vajtë në shkollë ushtarake 16 vjeç. Nga lufta në shkollë ushtarake, edhe ushtria ka ca rregulla. Ka ca rregulla, do të thënë, kujtohet fillimisht kur vajtëm, edhe i caktuar për 2 minuta duhet ishte rresht. Gati për shkulldur. Nuk në sharejmë do të punë. E pas e qa bëjmë, do bëjmë si të menqër. Edhe, kur a thojnë, putin prap të shek. Nëse i një përdonat, vejmë një përdonat. E këp, i një batanijët, se ishë përdonat. Përdonat. E kështu. E kam fjallë që atë të kalisë e munetin. Sepse një nga parimet kërësore për përgatit e oficerit, është të kalisë vullnetin. Ka një vullnetin një, e dyta, Tagaliqja i zbatoi detyrat i berë. Sepse po filloi të qarkulloj, mendja më shumë përsa, ka rregullore, ka gjëra. Janë sa gjëra që i kujtohet në 92-shin, unë isha antari i qeverisë teknike. Janari ka qenë, në dhjetor të 91-shit të zgjodh qeveria, 18 dhjetor ka qenë, në 92-shin tova ambasadorët amerikanë Reisoni, për një takim në zyrë të unë. Edhe disa ditë përpara kisha parë një film. Një film që tregonte për West Pointit, shkollë amerikane. E vërtet një disiplinë të mërshme në raporti midis kurseve të larta me kurset e ulta. Edhe njeri unë rrëtë nga balkoni tuti. A ishte gjithë sinonizmi në ushtë. Më të vjetrit persekutojnë. Edhe i thashu, e një stjerëve. Dhe ambasadorët është pash këtë filmin për West Pointit. Unë kam studuar në Bashkimin Sovjetik, thash. Kam shkuar i 16 vjeç atje. Disiplina ishte shumë fortë. Po kështu dhe, edhe njeri unë si baule, kështu si ka parë të herë. Mua, do t'i mërësiu, tha. E tjetër, po unë tha, pas e si është parakitur, tha, po. Ushtria, tha, do disiplinë, tha. Pa disiplinë nuk ka ushtri, tha. E unë, kur kam pa një parad, i kam bërë të tanët, ishte viti 2012, nuk është më, 2012 ka qenë. Një turp. Mos e përmend. Ca barkalesa, sa kështu. Edhe kam të kur shjeli shtabi dhe më. Turp të keshtë, që shtaj e parad. Që shtaj e parad, do të një bërë. Se kam hequr vetë 2 parada. Kam hequr paradën e 84-shit, nga ka dalë shkuma një vit e gjysmë të fushë aviacionit, dhe paradën e 88-s. Gjitha gjërat janë kalitje. Patjetër. Njeri unë ka nevojë për kalitje. Unë kam qenë brezi që kam bërë dhe zborin oficerëve, 3 mujor që bënin, pasi mbaroj universitetin në repartet të caktuara, kështu që dhe unë jam partizan i rikthimit të një lloji discipline të shërbimit rezervist. Le të shpresojmë sepse kohë të këqija po vinë. Jo, unë e thashë pak më parë, Kosova, Republika Kosova, Republika Shqipërisë do të mendojnë për të punë. Do të mendojnë të forcojnë. Mbrojtjen se të bënë, urgjentisht. Duhet të mlidhen e gjykojnë që do të bërë. Edhe
Unë besoj që asë njëri s'ka për të thënë pse qysh jo, se punë është drejta jonë. Jo, së thot njëri të armatosësh. S'kanë qasë. Problemi është kur je i pa armatosur me duar në gjepa. Me një batalion, me 2 batalion nuk zgjidhen punët. 5 batalione që kemi neve, sa kemi. 2 batalione kemi, 2 ne e 2 Kosova. Me 4 batalione. Ato janë në komandën e NATO-s njën. Se dhe ti përdojsh pare. Se ka i bibit bitë NATO, atë të dhe në filan për shkollë. O të vetë në Ukrajinë. Kalla djetë, nuk të këtë nevojë. Që ti këti bosh pare. Zoti President, ishte kënaqësi që u pata sot në studio, ju falenderoj shumë për intervistën. Falenderit, me thënë drejtët, unë kam pasur dhe kërkesa tjera për në thashë edhe dhe juve, sepse i kisha premtuar me kohë. E vlerësoj këtë. Edhe nuk kam dashur vetë të dalë shumë, sepse punë edhe për të përsëritur veten si vlen, nuk është. Është ndër. Nuk i shërben asgjë përsëritur veten. Por tani me këtë situata kështu, do të thënë, kam dashur ta jap mendimin tim, do të thënë, do të bides ishte në një televizion vjet ka qenë, edhe i thash, e ke lexuar librin, ishte një gazetare, ka marrë ka 2 muaj, është zonjësh. Ke lexuar librin? Jo, lexoj librin është. Qa pyetjet kesh, për thirr në studio për një mundësh. Ju më sigurë të këtu. Zoti President, ishte një intervistë sepse ja u thash, jeni ndër politikanët me staturë perëndimore dhe njerëzit gjithmonë kanë nevojë në çaste të vështira për fjalën e mençur. Faleminderit që ishi sot me mua. Faleminderit juve. Faleminderit dhe juve që na ndoqët natën e mirë.